Mirëmëngjes miq të dashur, mirë se erdhët në Villa 24 në këtë ditë të hënë, duke ju uruar një ditë të mbar dhe një muaj të mbar, meqense është dita e parë e takimit tonë për muajin shkurt. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dashur. E përqendruar se mos mungoj asgjë këtu në Tryezë. Patjetër. Mirëmëngjes dhe ju të dashur miq. Ju uroj edhe unë nga ana ime një ditë bukur, një muaj të mbar dhe ju ftoj këtu te këndi ynë i gatimit për të parë reseta që do përcjellim për juve sot. Dhe si që shikoni, kemi fasule, po si kemi fasule të kemi këtu, do të nxjerrim pak më vonë. E kemi dhe paketime përveç se këtyre, por hajde mos në mbushnim Tryezën plot, sepse i kemi përgatitur. Sot ne do të bëjmë byrek me fasule, do të bëjmë fasule, do të tregojmë mënyrën se si do të bëjmë fasule, të cilat do t'i bëjmë si një trajt supe, supë gjellë faktikisht, që do të shtojmë dhe karotë, qep, dhe një copës presh, nëse kemi selino, spec të kuq gogozhare, edhe nëse keni një luk nga ky miksi, do me thënë i erëzave për t'i dhënë aroma edhe shije, piper të kuq, nëse doni piper spec djegësi ose edhe piper të ëmbël, kur bëhet ajo pjesa e salsës, rigon si pas dëshirës për ta servirur, ose dhe në energjik. Ka zona që e servirin këtë lloj fasule edhe me në energjik. Është gjëja më e mirë për ta përgatitur dhe për ta servirur akoma edhe me rigon në energjik dhe sigurisht edhe me lëng limoni. Kjo ishte për pjesën e fasuleve, do me thënë që do të bëhet gjellë, por neve thamë që do të bëjmë edhe byrek. Byrek që ne do të bëjmë me petë të gatshme. Dhe si do të bëhet me një pako peta, që do ju tregoj tani me njëherë se si do ta bëj unë këtë lloj byreku, që një pjesë të petave do lë vetëm 2 që do t'i lëm t'i kemi të njoma, edhe 2 poshtë, 2 lart në fund, edhe pjesën tjetër do ta presim, do t'i vendosim në furrë që të na piqen, dhe do t'i bëjmë shtresa me fasulet që kemi përgatitur. Do ju tregoj dhe më mbrapa dhe si i kemi arritur deri këtu për punën e fasuleve. Gjithashtu kemi dhe një recetë të thjeshtë kjo, kur kemi këto patate të cilat janë të pjekura, por dhe nëse nuk i kemi të pjekura dhe mund të përdorin, do me thënë, patate, do ju tregoj mënyrën se si mund t'i përgatisim me qep, me mustardë, me hudhër, lëng limoni, vaj, ulliri, krip, piper. Në formën e salate vjen kjo? Tip salate në tigan. Në tigan, salate ngrohtë që bëhet shpejt, por bëhet shumë e shijshme. Pra është me atë shijen e mustardës, edhe të hudhës dhe të lëngut të limonit. Që kombinojnë. Janë ato kombinimet që asnjëherë nuk dështojnë në kuzhinë. Edhe bëhen shumë të shijshme. Tani ne nga do ta nisim punën? Unë do ta nis me petës, sepse dua t'i vendos në furrë, kam ndezur edhe furrën. Dhe ndërkohë që do të bëjmë edhe petat gati, dua të themi që neve do të përdorim vaj dhe do të përdorim dhe një 2 lugë gjalp. Vaj edhe gjalp, shumë mirë. Ti vendosim këtu. Ku i kemi marrë ne të gjitha këto produkte që kemi sot në Tryezën? Atë do ta thuash ti, Anila. Ta them unë. E them me kënaqësi të madhe në fakt, sepse është një ndër bashkëpunëtorët tanë më të mirë edhe jemi të kënaqur që vazhdojmë të gatuajmë me produktet në Ranzi, jo vetëm sepse na siguron një cilësi maksimale të mënyrës sonë se si ushqehemi, na ofron gjithçka, pa diskutim gjithçka, me një vizitë në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi në çdo qytet të Shqipërisë, sepse e di që na keni pyetur edhe për qytete specifike, në çdo qytet ndodhet, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, kështu që vizitojeni, do zbuloni produktet më të mira dhe gjithçka që i duhet shtëpisë suaj, që nga produktet e frigoriferit, ato të ngrira, të thata, të freskëta dhe gjithçka tjetër, që nga erzat, vaji i ullirit, për ëmbëlsira gjithashtu, gjithçka ju e gjeni tek në Ranzi, kështu që ne sot e kemi nisur me 3 receta, po ajsa të shijshme edhe të shpejta, sepse një ndër arsyet pse ne gatuajmë shpejt është sepse tek në Ranzi gjejmë dhe produkte gjysmë të gatshme. Në rastin e patateve që janë tek produktet e ngrira gjeni të gjitha llojet e perimeve. Edhe fruta ka gjithashtu, si në mix, ashtu edhe të ndara nga njëra tjetra, kjo në varësi të recetës suaj, të dëshirës suaj. E mira është që ca gjëra t'i kemi në shtëpi, sepse kështu na ndihmon të vendosim se çfarë do të përgatisim. Dhe nëse hëna për një pjesë të mirë të familjeve shqiptare ka nisur pikërisht me fasule, edhe ne kemi nisur njësoj si ju, se në fund jemi njësoj, mendojmë pak a shumë edhe planin tuaj. Pra ndryshe gatuajmë të premteve, ku i afrohemi fundjavës, dedikohemi pak atyre gatimeve që duan më shumë kohë, edhe le të themi kemi më shumë pjesëtar rreth e qark Tryezës, dhe hëna nis me gatime më të shpejta, siç mund të jenë edhe këto patatet me mustardë dhe lëng limoni, po pse jo edhe fasule. Dhe në fakt para se të nisnim emisionin sot me Katin, po thonim se fasulet shpesh herë janë një lloj shpëtimi për zonjat, se gjithmonë gatuajmë pak më shumë se ç'duhet. Na teprojnë dhe të nesërmen e dim që do t'i shoqërojmë më pilaf,
po mund t'i bëjmë edhe një byrek dhe bëhen edhe shumë të shishme. Atëre. Po. Anila tha për pjesën e produkteve që marrim ne te kompania Neranzi. Ndërkohë që ne aty marrim edhe këto petës, si që shikoni, unë i preva kështu dhe tani. Që janë 1 kilogram. Ne i kemi përdorur edhe javën e kaluar. Dhe pjesën tjetër sot do ta bëj byrek. Po, dhe shikoni si janë. Pra pavarësisht se paketimi ishte hapur, i mbështollëm pjesën që na mbeti në qeskën e vet, i vendosëm në frigorifer dhe sot petët janë si që janë hapur ditën e parë. Pra, kemi thënë shumë shpesh që është e rëndësishme, po, janë shumë cilësore. Shumë cilësore, dhe përveç se këtyre lloj petëve të cilat kanë qenë tek këto 1 kilogramshe. Po, ka edhe më të vogla, nëse këto. Janë këtu që kemi. Janë shumë mirë, po. Ja, kemi edhe një tjetër paketim këtu. Që mund të merrni njëron në tjetër, mund të merrni 1 kilogramshe dhe mund të bëni 2 byreqe. Tani neve këto do t'i vendosim në furrë në temperaturën 200 gradë, do t'i shikojmë për një 10 minuta, do t'i shikojmë që të na bëhen gati. Të marrin atë ngjyrën, të thekërohen pak nga sipër. Edhe Kati do të kthehet më një herë këtu me mua për të vazhduar me pjesën tjetër të gatimit. Do të merremi me petë tani apo do presim të na piqen ato? Si mendon? Tani, shiko, do të tregojmë edhe për pjesën e fasuleve. Fasulet sigurisht anvisat e din, ose i fillojnë i zien dhe hedhin ujin e parë, ose i lëjmë që në darkë në ujë, me pakës krip, kam thënë unë gjithmonë, dhe pse bëhet kjo me pak krip, sepse nuk i lëj që të ndaj, do me thënë pjesa e lëvozhgës. Nga tuli. Edhe fasule tani i vendosim pastaj për të zjerë, unë i vendosa njëkohësisht të dyja, do me thënë për të dyja gatimet. Nga ato që vendosa për të para përgatitur pjesën e fasuleve, hoqja një pjesë edhe i lash, do me thënë i zjeva pak më tepër, sepse do t'i përdor për byrek. Ndërsa pjesën tjetër e kam lënë këtu, tani e kam gati, thjesht për të përgatitur atë salsën përfundimtare, që do t'a bëjmë, tham me qep, me karot, me selino, kemi salsë domate, piper do me thënë djegës nëse doni, që ajo serviret në momentin e fundit se cili në atë pjatën e vetë, dhe e kemi gati, do me thënë. Pra i zim që i zien, i përdorim për 2 gatime, edhe për fasulet gjellë më të zakontat, edhe për byrek, po pse jo ashtu të zjera mund t'i ruan në frigorifer edhe për t'i ashtuar në një salate sipër. Pra ka disa procese gatimi që mund t'i bëjmë vetëm një herë dhe i shoqërojmë në 2-3 ditët e tjera të javës në vazhdim, duke i përshtatur me receta apo me gatimet të tjera. Atëherë fillojmë me përgatitjen e salsës ne, Anila, sa të ngrohet, do me thënë. Hedhim vaj. Do të shtojmë këtu edhe qepën, nëse keni qep presh, me shikoni kam në masa më të vogla nga ato që ju kam thënë, sepse kemi më pak fasule. Okej. Ja, në të shojmë pas pak, se ende si kemi parë do t'i hedhim edhe karotat, nuk ka nevojë do me thënë që të ashtu, i hedhim njërësh, edhe karotat. Ndërkohë që do të presë edhe pak nga pjesa e kërcelit të selinos. Edhe pjesën e degës, do me thënë të gjetheve, do t'a lëmë në momentin e fundit. Po, si që bëjmë gjithmonë. Ju kam thënë gjithmonë, nëse kërceli është i njomë, e presim direkt. Nëse jo, heqim atë pjesën anësore, që është më e fort, a fijet. Po. Ne kemi të njomë të freskët, kështu që nuk ka nevoj të heqim pjesë fijet. Se kam thash pse po fle. Sa të në ngrohet e nxerja, lexojmë recetat. Fitojmë të nga koha. Recetat edhe unë hap edhe pjesën e... Okej, mirë, i shojmë pak në ekran fasule me karota dhe selino, kjo që po bëjmë tani është pikërisht receta me përbërësi që kemi në ekran së bashku, dhe janë 500 gram fasule të bardha, një qep, pjesa e bardhe një preshi, 2 karota, një deg selino, një spec gogozhare, një lugë gjelle salcë domate, një lugë kafe piperi kuqi, ëmbël ose djegës, 3/4 filxhan çaj vaj. Patate në tigan me salcë mustarde dhe limoni. 4-5 patate ose një paket patate gjysmë të gatshme nga Neranzi të ngrira, një qep, një lugë çaj hudhër pluhur, 5-6 lugë gjelle vaj, 2 lugë gjelle mustard, lëngu i një limoni, krip, piper dhe rigon. Byrek tradicional me fasule. Na duhen 500 gram fasule, një filxhan çaj vaj, një lugë gjelle gjalp, një pako peta të gatshme, krip edhe piper.
Shumë mirë. Këto janë recetat, marim tiganin, shtojmë gjalpin. Edhe të vendosim gjalpin se petën na u bën gati. E kemi pasur dhe po i lë këtu dhe pastaj filloj dhe vazhdoj dhe përfundoj pjesën e fasuleve. Petën na janë bërë gati janë. U bën petët shumë mirë. Kalojmë tek byreku pra. Çfarë të bëjmë gati të bëjmë sepse ne e dimë që koha na ikën në studio shumë shpejt dhe duam t'i mbarojmë recetat edhe t'ja u tregojmë të përfunduara. Jo vetëm t'i gatuajmë, domethënë jo vetëm procesin e gatimit, por edhe mënyrën si duken në fund. Ne ta vëmë diku këtu. U poqen dhe kur piqen në këtë mënyrë kanë edhe shi shumë të mirë. Madje unë në momentin që kisha në furrë, i bëra edhe një përzierje, siç e shikoni, edhe tani janë shumë të mira për të shtruar këtë pjesën e... Ta vendosim dhe këtë gjalpin këtu. Po më shkrijë edhe gjalpi, po fillojmë tani me vaj. Hedhim domethënë një pjesë të mirë të vajit. Që të lyhet mirë pjesa e tepsis. Vendosim 2 petët e njoma që kam vendosur këtu. 2 pet në fund dhe 2 pet në fillim. Kështu thamë dhe pjesën e mesit do ta kemi me petët që poqëm. Dhe pjesën tjetër. Këtë mënyrë të bërit byrek, ne mund ta praktikojmë edhe me mbushje të tjera, pra me këto petët e rudosura të thara? Po, Anila. Shumë mirë. Ti mbajmë për lartë. Se kam përshtypjen që jep goxha volum byrekut kjo ndarja kështu. Edhe kur i pjekim edhe kështu, Anila, kanë dhe tjetër shije. Po. Plus që kalon edhe mbushja në të gjithë... Temineve aeroset. Po. Tani, bëjmë një shtres kështu dhe pastaj do të vendosim shtresën me fasule tani. Të gjitha në një herësh, apo me disa? Jo, sepse dhe këto do t'i hedh njerësh. Tani, mundohemi do me thënë që të hedhim gjithandej. Fasulet janë shumë cilësore, e shikoni vetë, do me thënë se si janë zirë. Këtë lëngu, kam bajt edhe pak atje, nuk doa që ta hedhë brenda. Shkryu, Shkryu gjalpi, pam, ta... Të duhet i shkrir, apo i... I shkrir. Djegur, do me thënë. Okej, thjesht i shkrir, e kemi në regull. Ashtu. Mund të ma hedhësh këtu, Anila. Ta shtoj të vaje? Po, ose lëre se mos ashtu. Se si shumë më duket, në fakt. Lëre se hedhim pastaj. Ja, sa të spostojmë pak këto. Edhe selinon, ndërkohë ta kthej qepën unë... Po, Anila, faleminderit. Se me që u lirua vatra e sobës, qepën dhe karotën. Dhe kjo është për gjellën, pra, me fasule. Okej. Vaj dhe gjalp. Nuk i hedhim asë një gjë tjetër, vetë se fasule të zjera me gjalp edhe me vaj. Edhe me krip. Pa tjetër me krip. Kripën do e hedhim. Po mirë, po ta themi. Fasulet. Sa doja të thoja. Po vajtën pa fasule. E bëm vetëm me pete me gjalp, ashtu. Edhe ashtu duhet shijojmë, në fakt. Sigurisht që shijon edhe ashtu, po që pa fasule. Pa protein. Jo, është e nevojshme. Po sa byrek i mirë. E shikoni kështu që na është rritur edhe volumi, po s'ka problem, se ajo do tullet pasaj gjatë pjekës. Po, pa tjetër do bje. Dhe do bëhet një trupi vetëm. Dhe nuk kuptohet që është bërë në këtë mënyrë, kur e shetë të përfunduar, kështu që... Ja, të jedhëm edhe një sy të nxeres këtej, sepse ne po gatuajmë në të njëjtën kohë. Ty receta... Që se herë. Në momentin që kemi bërë paraprakisht zgjerrjen e fasuleve, që mund ta bëjmë dhe në një moment të lirë gjatë fundjavës dhe ta kemi gati gjatë ditëve të javës që jemi të ngarkuar me punë, vetëm për t'i bërë këtë salcën e për ta përfunduar. Se zgjerrja merr më shumë kohë, pastaj lidhja bashkë. I hedh ato pak peta, Anila, kur diun se duket sikur. I le këto. Po, s'ka gjë. Ja të hedhim dhe një dy mos të shumë. Se duam që t'i mbullojmë tani.
Po, sepse thamë që shtresën e fundit do ta bëjmë përsëri me dy petë. Me petët e njoma. Të njoma, po. Do bëhet shumë i shishëm. Ta largoj këto? Po, Anila. Ma jeve dhe tansën. Po, faleminderit. Vetëm mos na digjen qepot andej. Ta largoj kati këto unë se ti e përshëndruar të mbyreku dhe vazhdoje vetë pastaj se mos na digjet. E lëm për momentin qepon dhe karotën. Nga që petët janë të pjekura, kanë rritur volumin. Po, gjatë momentit që do piken, ato do shtrohen. Shumë mirë. Jo, mos ta hedhëm atë, është tamam fikse, është mirë, është mirë, po xhamir. Një spërkatje të fundit, me vaj ulliri edhe me gjalp, dhe duket që do të na dalë një byrek shumë i mirë. Vaj i mirë, gjalp i mirë, se mos të bëhet ky byrek. Shiko, do thonë, anvisat kemi hedhur i ndyrë shumë. Çfarë do themi në anvisave që na mendojnë? Po se nuk është për një person, këtë do themi. Këtu sa do amë, është për 8 veta. 8 thua? Po, nga 2 copas. Jo më pak theshu? Jo. 6. Jo. Ka goxha. Tani e kemi gati për ta vendosur në furrë. Pjekja në furrë do të bëhet? 180 gradë faktikisht, nuk do të lënë në 200, varet dhe nga lloji furrave, 180-200 gradë nuk e di se si janë ato, dhe do të lënë për 35-40 minuta, nuk ka nevojë, me thënë në ky lloj byreku. Se janë petë të gatshme, nuk janë ato petë të cilat janë të bëra vetë, ato duan kohë zgjatje pak më tepër. Okej, pra ne do ta kemi gati në pjesën e dytë. Ky është byreku i shpejt, i thjesht, por ju garantoj që bëhet shumë i shishëm. Më besoni për këtë, provojeni në shtëpi dhe do të na kujtoni. Po, si thot Kanti për një pjesë të mirë të recetave. Ashtu. Provojeni edhe do të më kujtoni. Mirë, tani do merremi me fasulet, besoj? Me fasulet do merremi. Pra receta tjetër sot është përsëri me fasule, por është ajo gjella me fasule. Fasulet e së hënës, pra si që shuajmë ndryshe. Po, ndërkohë du të them anvisave se kështu kam bajtur pak lëng nga fasulet që kam kulluar, si që pati kisha më shumë, do me thënë kisha lëng kokër. Edhe mbajta pak lëng, se do i të regoj në momentin e fundit se qëfar do të bëjë. Do të kthej byrekun, do t'i hedhim pak nga lëngu, edhe do t'i hedhim dhe pak gjatë, edhe do vendosim dhe 5 minutat të tjera në furrë. Bëhet shumë i mirë. Do ta tregojmë këtë më mbrapa, kur të vi momenti. Ja, sa ka guzhina. Atëherë të dashura anvisa. Mësojmë gjëra të reja nga Kati. Me që neve fasulet pothuajse i kemi gati, kështu që ne do ta përgatisim salsën, do ta lëm që të na bëhet, të na zihen këto, edhe do të shtoj fasulet në momentin që do të na jenë zihen, nuk i shtoj me njëherë. Okej. Do të hedh tani këtu edhe pjesën e degëve të selinos. Do të shtojmë këtu edhe salsën. Ndërkohë që shtojmë salsën, e kavërdisim. Nxjerr aromën e ndjeni, do me thënë aromën e salsës në momentin që e hidhni dhe fillon të kavërdiset, ajo lëshon aromën dhe atje kuptojmë që salsa është kavërdisur dhe ka nevojë më mbrapa për të shtuar edhe lëngje. Unë do t'i hedh faktikisht edhe pak piper të kuq. Më pëlqen ky kombinimi i salsës me piper të kuq. Edhe mua më pëlqen. E bëj gjithmonë. Meqense kemi vendosur edhe një spec gogozhare. E lëm dhe pak, do me thënë një trazim që të marri aromë edhe piperi. Ndërkohë këtu kam ujë të valuar. Po. Fillimisht hedh pak ujë.
me qëllim që salsa të filloj përsëri të zihet dhe do me thënë, edhe pastaj shtojmë pjesën tjetër të ujit. Është mjaftueshëm, nuk hedh më tepër lëngje, do ta lë, do me thënë kaq, të më zihen këto, që të kenë mundësi të arrin kohën e zgjerrjes bashkë me dhe ne do ta fasulet. lëmë këtu besoj këtë pjesë Fasulet të do t'i parë. kemi këtu, që t'jenë të ngrota, këtë do t'a mbuloj me kapak. Okej, dhe katë do bëjmë pak Që të pushim. zihen. Kështu që e lëm të zi siç erdhi momenti duhet pa për e ngutur. pushim. S'do pak pushim ti, nuk u lodhe. Patjetër, duam një pushim të pim pak kafe dhe ju të dashura mi sa na prisni Ju këtu me mos një filxhan u kafe dhe largoni. juve nga shtëpia juaj. Patjetër. Këtu jemi, në asnjë moment mos të largoni, kemi tjera gjëra për të ndarë me ju, sapo do vim live në studio. Erdhëm tek ju, vazhdojmë të jemi live me këtu ka shumë aromë. Sa keq më vjen që nuk e ndjejnë aromën që ndjejmë në këtu. Që ta ndjejnë ambisat, duhet të bëjmë këto që gatuajmë ne vetë, bëjmë drejt. këto. Dhe ta bëjmë në mënyrën se Gjeti aromë gjalpi. i gatuajmë. Atëherë të dashur ambisa, neve do ju themi për pjesën e byrekut. Këtë që ta shohin ambistat. Të fillojmë edhe këtë recetën, do me thëmë me këto patatet, që thamë që mund t'i bëni patatet nëse e keni vetë të freskëta, por kur keni dhe këtë paketën, keni ndimesën më të madhe, do me thënë, që t'i bëni më shpejt. Po, janë ato që ne kemi përdorë dhe njerë tjetër, janë shumë të mira, sepse janë... Edhe janë dhe të aromatizuara. Janë në zgar, po. Janë gjysmë të përgatitura. Me rozmarin, gatuhen shumë shpejt, në furr, me njëherë mund t'i vendosni, pra kështu si që janë, e zbrazni në një enë, në një tavë, i vendosni në furr, janë gati. Keni kaluar gjithë pjesën e qërimit të patateve, pjekjen, aromatizimin, pra duhet thjesht, pak minuta, edhe janë gati në pjatën tuaj për të konsumuar një vakt. Këto zgjidhjet e Neranxit që ne i sjellim shumë shpesh në studio për t'ja u dhënë si mënyra gatimi për të harxuar pak kohë, por dhe për të ushqyer shëndetshëm. Do thoja Anila, dhe për studentat është një zgjidhje mirë kjo. Po, që duan gjëra të shpejta, duan gjëra të shpejta, duan gjëra, do me thënë që nuk duan kohë për të përgatitur dhe janë, si thuash, ndimesa jashtëzakonisht të mëdha, por jo dhe për ambisat të cilat janë të angazhuara në punë dhe nuk e kanë kohën të mjaftueshme për të arritur, do me thënë kohën për të bërë ato gatimet e tyre. Ndërsa, tani, ne do të kalojmë te byreku. Në fillim fare ju thash që neve do ta nxjerrim. Si ka dalë ai byreku? Ja ta shohim një herë çfarë kemi bërë. Ne e pam qatë reklamave, pse bën t'i kati sikur nuk e pe? Jo, të shikojmë se ç'kemi bërë. Ja ta shohim një herë. Të shohim se ç'kemi bërë. Ç'kemi bërë? Tundet. Është ajo që ju thash pak më përpara, do me thonë para se të dinim në pushim të madh që dolëm ne, që do ta kthejmë dhe do ta i hedhim, do me thënë nga jo salca. Pra, lëngun e fasuleve, dalë t'i ulim një qik të patatet. Këtë kisha merak se na u poq, as na u poq nga pjesë e fundit, po për fatë mirë na u poq. E pra të për të them. Pra, e kemi bërë në ato përgatitjen e fasuleve, zjerin që ka ti tregoj? Ka ruajtur në një tas lëng nga i fasules, të trasha ma. Kuhuan fasulet dhe mbajtëm lëngun e trash. Mos na t'i gjenë qepët. Ta ikim pak më këtej sa të përfundojmë edhe këtë pjesë. Tani me këtë do t'a Me këtë e lyejmë tani, sepse edhe petët na i zbut, edhe merr një tjetër shije. Ja shikon, kam kulluar fasulet unë, edhe vëm tani këtë, do t'a vëm dhe një 5 minutësh në furr. Edhe me që sa shije jep kjo tani? Shumë shije. Tani petët që në fillim fare ne nuk u hodhëm fasule, po i vendosëm kështu, me këtë lëngun e fasuleve të mpiksur, me këtë do shijohen dhe do bëhen shumë të mira, do me thëmë bëhet byreku shumë mirë, dhe do marri dhe një ngjyrë të mirë lartë. Si interesante është si mënyrë? E zbut petën, sidomos të petët që janë të holla, kjo lloj mënyrë, do me thënë i bën sikur i kemi petë të hapura vetë në shtëpi. Bukurie. Si thuash, janë ca gjëra të vogla,
të bëjnë ndryshime të mëdha. Që nuk të shkon mendja kur gatuan, që atë lëngun ti mund ta përdorësh për t'i dhënë këtë. Po ne çfarë të bëjmë neve tani? Mos e skem gjithmonë të njëjta dhe të njëjta. Patjetër, ne prandaj jemi këtu, se byrek me fasule edhe shumë prej jush mund të dinë. Dalet i hedhim edhe pakës fare kështu. Pak nga ky gjalpi i shkrir, i në Marra të rancit. shien përfundimtare. Kemi zgjedhur sot gjalpin korman, që dallohet që në ngjyrë është ky sipër, por keni edhe gjalpin e freskët, por kormani E është gjej në paketim më të të madh. madh, po. Anila të lutem. Ashtu, Një 5 minutësh. edhe ne kemi gati byrekun. Tani, do i themi patateve. Do i kthemi patateve, qepët na u bën gati, nuk ka nevojë domethënë të qëndrojnë më tepër, janë mjaftueshëm gati se qepët konsumohen edhe kështu. Neve i zbutëm me kripë edhe me piper. Do hedhim patatet brenda. Po. Do të përgatisim, e kam ndezur. Ndoshta mos është. Kam të nënda që të ashtu. Siç janë kështu të ngrira. Po. Këto nuk duan shumë kohë tani që të bëhen gati. Kështu do t'i hapim sa të na shkri, domethënë pjesa e akullit. Nuk ka nevojë t'i nxjeni, t'i shkrini dhe pastaj t'i vëni, sepse ashtu do i prishni. Tërmohen patatet kështu direkt, duke shtuar edhe pjesën e salsës që do përgatisim tani, do t'i keni gati për 5 minuta. Këtu kemi edhe hudhër, plur. Marr një lukë. Po. E ja të marr një lukë këtu. Ndërkohë, këtej kemi fasule. gjellën me fasule. Jemi ende te faza e Rikthejmë atje unë salsës. një herë dhe pastaj vije përfundoj me salsën këtu që të vëde fasulet përpara. Po, në fakt po, se deri Që në të orën 10 hajmë. ne duhet t'i mbarojmë. Që t'i hajmë tha? Po. Që në orën 10 fasule do ham në kati. Po, një do t'i shirojmë, po. do t'i provojmë. Që t'i provojmë patjetër. Të ngrem dhe këtu pak temperaturën se i kemi ullur temperatura. Hodhëm dhe pjesën e degës së selinos. Këtu kam pjesën e specit gogozhar që unë kisha hedhur për të zjerë. Ja ta hedhim këtu dhe kjo që kisha lëngun e fasules. Këtë e grini me pak lëngë dhe ja hidhni brenda. Specin. Po, specin. Karotat na janë zjerë, qepa është zjerë, po e kishim ur temperaturën neve dhe prandaj duken në kështu. Do hedhim edhe fasulet dhe juve në shtëpi nuk do hedhim salsën të fasulet, po do hedhim fasulet të salsa. Dhe pse bëhet kjo? Bëhet me qëllim që në moment që fasulet i hedhim të salsa, një pjesë e fasuleve do të, si thua, do të prishin atë strukturën e tyre dhe do të bëjnë lidhjen e fasules. Kështu që gjithmonë, dhe këtë e kam kujtes edhe nga nëna ime dhe e mendoja që pse bëhe ky. Por, ky është rezultati saj që nuk duhet marrim salsën që e pregatisim të hedhim të fasulet, duhet marrim fasulet të hedhim të salsa me qëllim të lidhet lëngu. Sepse thash edhe njëherë që një pjesë e fasuleve prish atë strukturën e saj edhe lëshon. Edhe bën lidhjen e... Po, ajo e trash lëngun. E trash lëngun. Kështu që nuk do hidhni miell, do bëni këtë veprim që bëj unë tani. Edhe në këtë moment nuk do më as lëngje të hedhim më brenda, as një gjë, e trashëzojmë thjesht kështu. Dhe të ullim temperaturën, se fasulet duan zjartë. Në temperaturë të ullët në mesatare, të zjej avash avash, mos të shpërthej dhe të prishe salsa, se prish bukurin e fasules. Në moment që i vëm temperaturë të lartë, si tuash, salsa ndajet ande këte dhe nuk merë atë ngjyrën e mirë, shien e mirë, ikën, do me thënë edhe shia nëse ka temperaturë të lartë të gjella. Kështu që i keni kujdes të gjera, janë si tuash gjirat të vogla, sekretet të vogla, po që bën ndryshim të madhë. Duhet më besoni për këtë. E shikoni tani se si është bërë, që ka këtë hajkën dhe këtë ngjyrën e mirë, kështu duhet të ngelet deri në fund. Dhe që të ngelet kjo, duhet thash të bëhet ky veprim në mënyrën se si e përgatita unë salsën, shtova fasulet, lejni të zjejë në temperaturë të ullët në mesatare, qofte edhe 20 minuta, qofte edhe 30, sa me ullët tjetë, aq me mirë bëhet dhe aq më të shishme dhe më të ajkosura bëhen fasulet. Ma dje unë i kam hedhur edhe një lugë nga kjo të pjesa e salsës në momentin që kemi qenë në pushim. Kështu që nëse ju ndodhet mund të jashtoni, nëse jo, mund të shtoni, do me thënë krip, piper, ato erza që juve keni në shtëpi, por sigurisht që i jep një ekstra shije. Dhe për pjesën e specit, e grinë në makinë grishse dhe ja hidhni brenda, ose mund të lëni edhe kështu të prerra në copza.
Do ta lëm neve pak këtu tani Alila. Ashtu. Dhe vazhdojmë, merremi me patatet që... Këtu po më duhet pak ujë. Është bërë pra skuqja e qepës edhe e patateve. Pra kemi hedhur pjesën e pudrës dhe do bëjmë salcën me mustardë. Si mos në digjet? Okej. Shapat e me janë... Ta pra, po të thoja ma jep. Po ja thash të provoj dhe një herë. Po sta digjet bureko, ja ta shumë bureko. Po që i ka dhe një pamjet lezetshme ajo salsa që i vendosë. Po do t'i japi akoma thikën Anila. E kemi pak me majdanos? Ska gjë. Faktikisht majdanos do na duhe edhe këtu. Majdanos, jo, ishte seleno më duket. Po. Se majdanos nuk kemi grirë sot. Okej, mustard, lëng limone. Lëng limoni. Pak vaj. Edhe pak ujë. Do i hedhim. E bëjnë një salcë kjo. Kjo na i bën shumë të shishme. Kjo është salcë mustardë. Okej. Po jep një shihet të veçantë pjesës patateve. Dhe në fund fare kemi dhe majdanos brenda në frigorifer. Do i marr unë dhe do i hedh pak. Pak ujë, jo shumë, nuk do shumë. Sa për të ndihmuar edhe të tretet. Me thënë të tretet dhe të lidhet salsa. Edhe këtu mund t'i shtojmë pak nga ajo erzat Anila. Tash ti t'ja piper, po, mund t'i jetë pak nga ajo edhe s'ka nevojë domethënë për të ja mahit pak të lutem. A mjaftueshëm. Kaq? Po. Faleminderit. Të lutem. Thjesht fare, Kati? Po. 2 përbërës që janë kryesorët, qepa patatja, pastaj ca erza, mustardë, lëng limone. Mustarda i bën shumë të shishme patatet. Dhe thash që mund t'i bëni me patatet e gatshme, por mund t'i bëni edhe me patatet që mund t'i përgatisni vetë që nga fillimi. Po. Por ato duan më tepër kohë. Po. Bukure. Do t'i lëm pak tani të na qëndrojnë, do marr pak majdanos. Që do t'ja shtojmë patateve sipër. Dhe në këtë 4 minutë shkohë që kemi, do të tregojmë edhe një herë së pari në ekran recetat, sepse ka kaluar goxha kohë që nga leximi i tyre, duke menduar që shumë prej jush nuk kanë patur mundësi ti mbajnë shënim apo ti shohin, le të lexojmë edhe një herë se çfarë kemi sjell këtë ditë të hënë në Vila 24. Fasule me karota dhe selino, 500 gram fasule të bardha, 1 qep, pjesa e bardhe 1 preshi, 2 karota, 1 deg selino, 1 spec gogozhare, 1 lugë gjelle salcë domate, 1 lugë kafe piperi kuqi ëmbël ose djegës, 3/4 filxhan çaj vaj. Patate në tigan me salcë mustarde dhe limoni, na duhen 4-5 patate ose 1 paket patate gjysmë të gatshme, pra paketimin e ngrirë. Na duhet 1 kokur qep, 1 lugë çaj hudhër pluhur, 5-6 lugë gjelle vaj, 2 lugë gjelle mustardë, lëng ujë, 1 limoni, krip piper dhe rigon. Byrek tradicional me fasule, 500 gram fasule, 1 filxhan çaj vaj, 2 lugë gjelle gjalp, 1 pak kopeta të gatshme, krip edhe piper. Këto janë thjesht përbërësit në rastin e recetave që ne tashmë i kemi përfunduar, që pjesa më e madhe ka përfunduar e punës, mund të shikoni pak minuta më vonë duke klikuar në 2 kanalet tona zyrtare, në kanalin zyrtar të News 24, pra duke klikuar në YouTube News 24, po të shkoni në fund, keni edhe Vila 24 me gatime të ftuarit dhe gjithçka tjetër. Gjithashtu, duke klikuar në Balkan Web, në faqen tuaj të preferuar, ja ku kemi edhe një ndër recetat që kemi prezantuar tek ju, disa për recetave në fakt të javës të kaluar, gjithashtu në YouTube nëse doni pikërisht vetëm këtë si orientim, po ju kujtoj edhe kanalin zyrtar të Vila 24. Pra kjo është pamja, kjo është shkrimi edhe imazhi i parë që do t'ju dalë në momentin që do të klikoni dhe si të shihni, është një pasuri e tërë recetash, shijesh, idesh, propozime, produktesh e gjithçka që ne sjellim nga e hëna në të premte
në këndin ton të gatimit, pra 5 ditë në javë, nga 1 orë gatim, minimalisht 3 receta, i thonë gati 15 të tilla, kështu që askush mos shqetësohet se nuk di çfarë të gatuaj, nuk ka më ide. Ka plot ide. Ka plot ide, vërtet. Me një patate, një qep dhe një dorë oriz, bëjmë gjellën për drek. Ja, kështu. Më ekonomike, më të shpejtë dhe shishme shumë është. Kemi thënë që ndonjëherë këto recetat me pak përbërës kanë vërtet shije, mjafton të jemi pak kreativ, mos jemi vetëm tek ato gatimet atë të ndihmoj dhe ta pastrojmë pakës, po që doli shumë e mirë kjo. Më pëlqen. Po, anë të do merja e do. Shikoj një pak. Faleminderit. Një që të hedhim edhe këta. Ja, dhe një spërkantje të fundit me ca erza të friskta. Edhe e kemi gati për ta konsumuar. Shumë e shishme bëhet nga pjesa e mustardës, limonit edhe sigurisht që patatet kanë qenë të aromatizuara. Se ti dha dhe kjo aroma e koperit tani. Shisa shpejt bëhet dreka, ja. Ajo bën. Atere, të nxjerrim pak edhe byrekun. Një byrek me fasule. Ora që nga 10, do na lejoni të mbushim dhe një pjatë fasule. Me fasule dhe pastaj ta mbyllim se ka ti shërbejun fasulet? Se që nga 10 ora, tani e pash. Faleminderit Madianira. E disi, më thash me që ti do i shërbesh, letë pres pak në atje. Byreko? E, ta shofim. Pak i nxehtë që është e vërtet, apo? I nxehtë është, po ta shofim, do me thëmë. Ta presim shumë mirë. Ja të marrë dhe një qik karot. Heshtja. Kë momenti fundit është gjithmonë i tillë. Ka tjerë goxha i nxehtë për ta nxjerrë atë. Jo, nuk e nxjerrim, po thjesht ta shofim, do me thëmë, po. Atëra. Okej. Shpejt e shpejt, i mirë ka dalë. I mirë ka dalë, edhe fasulet. Ja, atë që s'doja të bëja e bëra. Qa bëre? Po ja, më nuk më pëlqen kur del ky lëngu kështu sipër. Ja. Po mirë e fshin të janë. Da e fshi unë atë po. Pse të... Ja dhe bërë... Atëre, një sy të shpejt të gjitha pjatave edhe tepsis me byrekun me fasule dhe ne ndahemi nga kuzhina për të parë nesër. Mirë është. Këtu ishin fasulet. 1, 2, 3. Kështu, të lumshin duart. Shisa bukur duken? Të lumshin duart ka ti? Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë të emision si çdo ditë të bashkë, po patjetër. Faleminderit dhe Amrisa që qëndruan me ne, nga unë Katerina miropafshim, kaloshin një ditë sa më të bukur në vijim dhe miru takoshim nesër këtu me receta dhe ide të reja. Dhe mos hezitoni të përgatisni dhe ju këto në familjet tuaja. Do thoni Katerina fasule, neve bëni, po bëni dhe kështu se si ju themun. Ndoshta do të ketë në një ndryshim tjetër. Miropafshim, kaloshi bukur. Ditë mbarë, Kati. Faleminderit. Nesër në orën 9 me ide të reja. Tani do të shkojmë në publicitet, bashkë do të kthehemi në studio përsëri, do të presim të ftuarit për sot.